të më ka hinë mishi në naza, unë në lejgjej kështu shpesh tek pacientat. Cila është një ide e gabune që njerëzit e kanë për shëndetin? Një mit, me thonë. Mite në popullin tonë ekzistojnë shumë. Një ide e gabune që na ndodh me ndëgju shumë shpesh është të më ka hinë mishi në naza, unë në lejgjej kështu shpesh tek pacientat. Është një mit krejt i gabun, nuk mundet nëse merret mishi muskull, atëherë muskulli nuk ka mundësi asëse me hynë në naza. Kështu që ndoshta kjo është njëna prej miteve të shumta që përdoren në kuadër profesionit tonë që e përdorin shumë pacientat edhe në përgjithësi populli jonë. Cilat grup mosha ma shpesh ju duhet fizioterapi? Grup moshat më të shpeshta varsisht prej problemeve. Nëse marrim problemet e shpinës dhe qafës, grup moshat më të shpeshta janë mosha 25 deri në 45 vjeçare. Ndërsa për problemet tjera shëndetësore degenerative janë moshat e shtyra, ndërsa ka dhe problemet të cilat janë pediatri që janë edhe për fëmijët. Grup moshat që janë prekur për fizioterapi janë çdo moshë, prej lindjes deri në vdekje. A ka ndaj moshë ideale që duhet m'ja fillu me shku në fizioterapi? Mosha ideale që ja vlen më shku me u vizitu është mosha 25 vjeçare, kur materniteti përfundon dhe duhet me shiku nëse ka ndonjë devijim brenda organizmit, që mundet me pas problem visceral me organe apo osteomuskular me muskuj me problemet e kockave apo të ngjashme. Kjo është mosha ku është mirë me u përcaktu nëse ka ndonjë të lashën, ndonjë problem në mënyrë që me pas parasysh në të ardhmen. Përndryshe, është mirë që secili fëmijë edhe në moshë të vogël nëse ka probleme në qëndrim apo tash edhe çanta të rënda apo pozicioni me teknologjinë, me telefona me të ngjashme, kjo ka mundësi që me shkaktu deformitete brenda nazave dhe pastaj këtu me sjell probleme tjera. Është mirë që vazhdimisht të bëjmë kontrolla edhe të fizioterapeut, edhe të ortopedë, edhe të doktorë tjerë në mënyrë që këtu probleme mos bëhen pastaj të pariparueshme në një moshë të caktuar të cilën pastaj munden mu zgjidh vetëm ndoshta me ndërhyrje.